Kemi mbritur në studio dashumi që vijojmë të mbetemi në Mirëmëngjes Shqipëri në këtë pjesë të fundit të fakut do të fokusohemi, që nuk është e çuditshme, tek zgjedhjet ditën e sotme në këtë pjesë. Do të flasim pikërisht për procesin e Shqipërisë në këto zgjedhje. Shqipëria ishte në fakt në testin e radhës së zgjedhjeve të përgjithshme dhe sovrani foli me votën e tij, duke dhënë edhe një herë tjetër dritën jeshile zotit Edi Rama dhe Partisë Socialiste për të udhëhequr vendin. I katërti mandat radhazi për socialistët, një rekord më vete në erën e ndryshimit të sistemeve, por edhe fitoria më e thellë që socialistët në drejtimin e Edi Ramës marrin përballë demokratëve dhe Berishës. Diferenca prej 33 mandatesh mes dy forcave kryesore politike tregon hendekun e madh që qeverisja ka arritur në elektorat. Ndërkohë të rinj që janë shfaqur në këto zgjedhje kanë marrë fitoret e tyre të para të vogla. Por çfarë tregojnë zgjedhjet e 11 majit dhe çfarë shënjojnë ato në politikë, do të kemi mundësi të diskutojmë sot ditën e sotme në studio me kolegun Sonil Frashi. Mirëmëngjes, Mirëmëngjes. Si je? Mirë. Je lodhur besoj, po. Po, si të gjithë. Si të gjithë. Megjithatë, gjithnjë themi në këto ndryshime që thjesht i proklamojnë nëpërmjet fjalës liderët politik, themi që jo, këtë herë do të jetë ndryshe, këtë herë do të edhe forma dhe përmbajtja do të jetë ndryshe. Megjithatë, këto zgjedhjet e 11 majit, Sonil, në përshtypjen tënde, në gjithë vëzhgimin, analizën që ke bërë edhe me veten tënde, pati ndryshim të formës dhe përmbajtjes apo ishte e njëjta? Për njëjta gjë si zgjedhjet e 25 prillit para 4 vitesh. Nuk është se kishte nuk ndryshoi asgjë. Kishte proces i qetë në shumicën e ditës së diel. Kishte problematikat e veta që dhe u pa në media disa përplasje në përqendra votimi. Pastaj pretendimet për parregullsi më të forta erdhën pas mësimit të rezultateve të para të kutive, ditën tjetër, sepse ishte edhe e pritshme që në Shqipëri kemi një kulturë jo shumë pranuese ndaj rezultateve të këqija. Dhe jemi mësuar dhe ne me këtë tani, që humbë si nuk thot humba, po thot mi vollën. Kështu që nuk është se kishte një surprizë deri tani, zgjedhjet e 25 prillit ose 26 qershororit 2017, me këto që zgjedhje normale, përveç rezultatit që më shumë ishte merite opozitës se sa merite qeverisë, sepse qeveria ato njerëz i kishte ato nxori. Problemi i opozitës është nuk nxori, sepse nuk dolën njerëzit ta votojnë. Në kuptimin që njerëzit që votuan ato në 2021 nuk kishin të njëjtë me njerëzit që votuan në sasi po flas. Pra opozita ka... Se për shkak të një mungesë alternative, të figurave... Nuk e di kjo është analizë duhet ta bëjnë ata. Problemi për mua është që janë të njëjtët njerëz që janë testuar në 3 zgjedhjet e fundit dhe nuk kanë patur sukses. Diçka duhet i thotë opozitës kjo, nëse vazhdojnë akoma me të njëjtët njerëz do e kenë të vështirë të rikthehen. Kështu që duhet ta bëjmë vetë këtë analizë se ku çalon edhe si... Ndoshta përveç programit dhe kandidatëve, pa diskutim që kanë ata vlerën e tyre dhe rëndësinë e tyre. Ndoshta edhe premtimet kanë qenë ndoshta të guximshme gati polemizuese, për shembull do mbyll tunelin e Llogaras, do prish aeroportin e Vlorës, nuk do ta lë të ndërtohet, do prish teatrin që tashmë është ngritur gati deri në gjysmë. Pra, kanë qenë disa, le të themi, deklarata që ndoshta njerëzit nuk duan të bëjnë hapa pas. Çfarë është bërë dhe duan të ecim përpara, që kemi përpara. Kam përshtypjen që nuk ndikon shumë kjo çështje te votuesit. Premtimet gjatë muajit të fushatës kanë më shumë efekt për të dhënë një ide se si e mendojnë palët politike e Shqipërinë e tyre pasi të vinë në pushtet. Sa më shumë premtime të bëhen, aq më mirë është në kohë fushate, nuk është më keq. Pra njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë se si do bëhet Shqipëria më mirë, ose se si do e bëj pak më të lehtë. Po, duke zbërë disa vepra që janë ngritur tash. Po nuk ka rëndësi çfarë ç'bëhet, rëndësi ka se si arrin ta bindësh qytetarin që me këto që ti i thua, do jetë jeta e tij më e mirë. Problemi i premtimeve është që kur bën në nivele të larta, për shembull, kur i bën vetëm kryetari i partisë, nuk arrin shumë shpejt në bazë. Ai qytetari në njësinë administrative ose në lagje, kontaktin e parë ka me deputetin e zonës. Pra si fillim duhet të kesh një trup zgjedhor, trup kandidatësh i skuadër që me mbulon mirë territorin, takon vazhdimisht qytetarët dhe pastaj ai që i takon qytetarët të përcjellë dhe premtimet në mënyrën e duhur. Edhe në kontekstin e duhur, se nuk mund të shkosh në një vend tjetër, në një vend me det dhe të premtosh turizëm malor, për shembull. Kështu që duhet përthyer premtimi edhe sipas zonës ku je. Kryesorja është skuadra e duhur të shkojnë në territor dhe të takojnë njerëzit. Prandaj duhet bërë një analizë tek Partia Demokratike, duhet parë a funksionoi kjo gjë, nëse ka funksionuar, pse nuk janë marrë votat, përveç analizës se janë vjedhur votat, se kjo është analizë e thjeshtë, i bie shkurt mi vollën edhe s'ka si përgjegjësi.
Puna është që të nxjerrësh në një përgjegjësi sepse ti nuk nxorë njerëzit e tu të votojnë. Për shembull, të njëjtët njerëz të votuan në 2021. Po, dakord, Sonil, bjem gjithë dakord që në fund të ditës secili duhet bëj analizat e veta. Qoftë ai që fiton për të parë terrenin se në çfarë kushtesh fiton, pse i fitoi, kush ishte problemi, çfarë duhet ndryshojë në të ardhmen qeverisjen e tij, qoftë ai që humbet. Pra do duhet që të fillojë të bëhet kulturë në vendin tonë që të jepet një dorëheqje, të merret një përgjegjësi. Këtu gjithmonë është kjo pjesa mi vodhën, narkoshteti, bandat, më the të thash, dhe me njëherë pa dalë rezultati i certifikuar nga KQZ-ja pra i këtyre zgjedhjeve, nxitojmë të ndërmarrim një hapësi, një thirrje, një proteste në një ditë ku liderët ndërkombëtar do të jenë në vendin tonë. Që këtu ne duhet të kuptojmë vërtet a jemi gati ne si shoqëri të kërkojmë që të merret përgjegjësia dhe si figura politike ta marrim përgjegjësinë, ta drejtojmë gishtin e tek vetja. Nuk ka problem që protestohet për votën e lirë, që në çdo ditë që mendohet, s'ka rëndësi nëse janë këtu liderët apo jo. Se nëse kemi ditë pushimi për demokracinë, nëse është rrezik demokracia, nëse liderët europianë janë këtu. Po flasim për atë çështjen e përgjegjësisë, pra analizën. Edhe t'ia veshë shoqërisë është pak e gabuar se ajo është një parti politike që ka humbur, se nuk ka humbur vetëm Partitë Demokratike, kanë humbur gjitha partitë opozitare zgjedhjet, pavarësisht se partitë e vogla kanë patur një lloj suksesi duke qenë se arritën të nxjerrin mandate. Ajo është një përgjegjësi e atij grupimi. Ata duhet të ulen, të analizojnë sepse dolën me këtë rezultat që dolën. Nëse duan të përmirësojnë zgjedhjet e tjera, nëse jo, pastaj do të ngelet hapësira bosh. Do dalë dikush tjetër që do marrë votat e tyre, ata do shkojnë keq më keq. Problemi është ata për veten e tyre, nuk është problemi i shoqërisë. Shoqëria dha përgjigjen në datën 11, do ta japi prapë pas 4 vitesh ose dhe më shpejt nëse ndodh ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Po, kemi zgjedhjet për kryetarin e Tiranës. Shoqëria jep mesazhet. Janë zgjedhjet për... Po jo, po flas për qeverinë. Shoqëria jep mesazhe nëpërmjet votës dhe u thot liderëve kryesorë që ty të pëlqej, ty s'pëlqej. Atë që e pëlqen, ai mirë është mos bëjë asnjë analizë se po bëri më shumë, shko më lart dhe nuk është mirë shko më lart. Këtë tjetër që se pëlqejnë, ky do të bëjë analizë pse se pëlqejnë dhe a ka mundësi që të pëlqejet më. Mirë, ne po analizojmë vetëm krahun e opozitës deri tani dhe padyshim që po bjem dakord që ka bërë gabime. Megjithatë, nuk është se Partia Socialiste rastësisht është kaq e fortë edhe po shkon me 4 mandate. E mbaj mend Partinë Socialiste para disa vitesh që diskutonte ta ndante tepsin mos ta ndante, dikush i jepte timonit me patent, dikush pa patent. Pra e dim historikun se si ka ardhur për të qenë një parti solide e fortë ku mund sot e kësaj dite drejtoj për 4 mandate. Nuk është se nuk ka bërë asgjë apo. Edhe nëse ka bërë shumë gjëra, çështja është si ti i reklamon në këto gjëra tek elektorati ditën kur vinë zgjedhjet. Fushata për një parti politike në vetvete nuk zgjat një muaj. Një muaj zgjat fushata që është periudha ligjore e fushatës Prindi final. Po, që unë si qytetar të dëgjoj të gjitha alternativat, po fushata në partia politike e mishëron programin e vet gjatë gjithë ekzistencës së saj. Për shembull, Partia Demokratike si një forcë e djathtë ka parimet e një force të djathtë, ka më pak shtet, ka tregun e lirë, dhe këto i mëshirojnë gjatë gjithë ekzistencës së saj. Çdo propozim që ajo bën duhet të shkojë në këtë linjë, me më pak kontroll, me pak shtet, me më shumë liri individi. Pra çdo propozim që ajo bën, dhe unë duhet ta di paraprakisht që Partia Demokratike më jep një zgjidhje që ma heq shtetin nga jeta ime pak më shumë. Fakti se tani premtimet që ata do të bëjnë gjatë muajit fushatës do të jenë në këtë linjë. Premtimet e Partisë Demokratike ishin shumë dhe që nisën muajin e fundit. Pra unë jam dyshues nëse ato kanë shkuar siç duhet tek qytetari për të patur një efekt në votën e tyre. Dhe ky është një nga defektet që unë mendoj. Dhe kjo vjen se Partia Demokratike kishte kaluar një 3 vjeçar shumë të vështirë mes vetes vet, në luftën e brendshme dhe nuk kishte kohë që përgatitej për këtë pjesë të shoqërisë shqiptare. Megjithatë, Sonil, ti e ceke pak më herët se përket edhe performancës së partive të reja. Mendon se në thonjë se një arrogancë është faqur mes këtyre liderëve të rinj të partive të reja për të mos u bashkuar gjithë bashkë çojnë në rezultate të tillë, këtu ndalen pak tek sasia e votave që ka marrë Adriatik Lapaj, të përkthyer për fat keq në shumë pak mandate, vetëm në një mandat, krahasuar me një taktik të përdorur ose të njohur më herët nga PSD-ja, e cila në rreth 45.000 vota u përkthye në 3 mandate.
ishte pikërisht kjo lloj arrogancë tash në thonjza për të mos u bashkuar me njëri tjetrin për të maksimizuar votën? Unë nuk e mendoj si arrogancë, sepse nëse ata do ishin bashkuar... Mirë, dakor. Se ndoshta po të ishin bashkuar edhe të bëni një lëvizje taktike më të mirë, 55.000 vota mund përktheheshin edhe në 3 mandate, 4 mandate. E vërtet, nëse i mbledhin matematikisht votat, do kishin rreth 120.000 vota dhe do ishin më të përfaqësuar në parlament. Por nëse do ishin së bashku në zgjedhje, unë nuk mendoj që do kishin marrë 120.000 vota, do kishin marrë shumë më pak se 120.000 vota, sepse në qëndrimet e tyre në publike nuk i lidh ndonjë gjë e madhe me njëri tjetrin. Kemi një forcë të djathtë si Agron Sheaj që ka parime të djatha dhe mi më shumë faktit që shteti është i tepërt në shoqëri. Kemi Arlind Qorin që mendon që çdo zgjidhje vjen nga shteti dhe shteti rregullon çdo gjë në treg. Kemi Adriatik Lapajn që është mes këtyre dyja. Një bashkim i këtyre nuk do sillte vlerë të shtuar, do sillte kakofoni, do sillte humbjen e identitetit të dikujt për tyre, pra Agron Sheaj nuk do mundej të bënte më dot fushat për të djathtët. Se do ishte pak më në qendër, do kishte edhe forcat majta brenda. Pra e majta nuk do ishte më Arlind Qori, nuk do ishte më kaq luftarak sa është për të majtën. Se do ishte në bashkëpunim me të djathtën. Do humbnin identitetin, do humbnin arsyeën për të kërkuar vota dhe nuk do dilin kaq mirë, sepse kur ndaheshin ideologjikisht, ti nuk mbledh më vota matematike. Pastaj nëse do bashkoheshim me PD në tjetër gjë, po prapë edhe aty do humbisin shumë. Do thotë që nuk kishin më mirë që dolëm me vete, se tani ne njohim aktorë të rinj, do i kemi edhe në parlament. Ata do shpalosin idetë e tyre, programet e tyre, të gjitha, mënyrën se ata e mendojnë që do jetë Shqipëria e nesërme, dhe secili pastaj do ketë më të qartë se kujt i përket, cilët spektër politike i përket, edhe ato mund të rriten në zgjedhjet e ardhshme. Megjithatë, Sonil, ne këtu kemi qenë në studio e kemi analizuar qysh prej fillimit votën e diasporës, kemi thënë sa e rëndësishme është që nga momenti që u regjistruan votuesit e tjera me radhë. Jemi në pikën tashmë që vota e diasporës vërtet do të jetë shumë decizive. Si do të ndryshojnë balancat me të përfunduar procesi i votave diasporës? Vota e diasporës deri tani ka qenë decisive në qarkun e Vlorës. Qarku i Vlorës me votat lokale në Vlorë ka përfunduar 8 mandate me 4. 8 për Partinë Socialiste, 4 për Partinë Demokratike. Me votat e diasporës ka kaluar një mandat më shumë Partia Socialiste. Me votat e diasporës në Fier mundet të bëhet një ndryshim. Është mundësia shumë reale të bëhet një ndryshim në favor të koalicionit Nisma Shqipëria bëhet, që të marrë një mandat dhe t'ja heqi Partia Socialiste. Kjo është për të parë nëse ruan të njëjtin trend votash edhe tek votat që kanë mbetur nga diaspora. Dhe përveç këtyre 2 qarqeve nuk është se do ketë më ndikim voti i diasporës në shpërndarjen e mandateve. Vota e diasporës, për mendimin tim, se tani është votuar dhe është shpalosur shumica e votës, ka favorizuar Partinë Socialiste. Kjo për shkak se Partia Socialiste është treguar më organizuar dhe i ka kushtuar kësaj gjëje më shumë orë pune dhe më shumë interes për të përgatitur dhe për të gjetur votuesit e tyre jashtë Shqipërisë, se sa gjithë partitë e tjera. Vota e diasporës do ishte interesante ose do ishte e papritur se si do përkthehej në Shqipëri nëse e gjithë diaspora do mund të votonte. Pra nëse të 1.8 milion njerëzit që kanë ikur nga Shqipëria të votonin, partitë do kishin pamundur të identifikonin se kush do votonte, do kishin pamundur të dinin përgatësinë bindje politike të atij që do votonte, dhe për këtë arsye do kishim më shumë fushata jashtë shtetit se ç'kemi parë. Do kishim dhe më shumë kandidatë, se do donin përfaqësim. Fakti që partitë kanë shkuar vetë kanë regjistruar njerëz, se unë nëse jam i Partisë Demokratike ose i Partisë Socialiste, kur të shkoj atje do regjistroj votuesit e mi. Unë nuk do vot. Kush ka bërë më shumë punë si kjo, ka marrë vota më shumë. Pra, në vot. Pishina e votave të diasporës ka qenë e përzgjedhur nga partitë politike, nuk ka qenë vullneti tyre për të votuar dhe ti nuk e di se si do votojnë. Unë kam votuar 10 veta për X parti, kam regjistruar, ata 10 veta do votojnë atë që dua unë, se ja kam kërkuar unë të regjistrohen për interesin tim. Nuk është se do kishe shumë interes. Tani, një tjetër detaj, thamë çështjen e shpërndarjes mandateve, 82-83 mandate Partia Socialiste, thënë ndryshe ka shumicën cilësuese në parlament, ne dim. Po marrim vetëm një shembull. Përzgjedhja e një presidenti duhet me shumicë cilësuese paktën 80 kartona. 84. 84. Po ja pothuajse ka vetë. Tani të kesh 83 mandate në parlament, do të thotë që shumë ligje
cilat mund të jenë shumë të rëndësishme për këtë vend, Partia Socialiste i ka kartonin jeshil për t'i miratuar vetë, pa nevojën e opozitës. Në çfarë çon, në çfarë lloj stadi mund të shkojë Shqipëria pikërisht edhe për këtë aspekt? Partia Socialiste e ka të vetme, nuk e ka akoma, se një vot është një vot, do duhet bëj konsensus për atë një vot. Po edhe nëse me mënyra tjera i gjen atë vot, e kam të lehtë t'i bëj, e kam më të thjesht t'i bëj, por në kuptimin e numrave në parlament, por nuk do të ketë të thjesht t'a bëj në realitet. Sepse në frymën e kushtetutës, 84 votat në kupton një konsensus mes partive. Fakti që ti ke vetë 84, do të thotë që ti jep drejtën ta bësh vetë në mënyrë të njëanshme çdo ndryshim në ligjet organike që ti jep mundësi të bësh këto vota të bësh. Ajo që ti jep mundësi të bësh është që ta lehtëson punën për të bërë këto ndryshime. Për shembull, Partia Socialiste nëse do të bëjë një reformë, po marrim çdo reformë zellore ose reformë territoriale, do jetë detyruar edhe nga faktorë të tjerë, edhe nga opinioni publik, edhe nga organizma ndërkombëtar, që të shtrijë dorën e bashkëpunimit. Të shtrijë dorën e bashkëpunimit, të krijojë një komision parlamentar ku të jenë përfshirë të gjithë, por nëse i ka 84 nuk do jetë më e penguar nga ai komision. Nëse Partia Demokratike bojkoton, Partia Socialiste do vazhdoj. I jep këtë lehtësinë që mos jetë varur nga forca të tjera politike. Por nuk mendoj që do e injoroj pjesën e parlamentare dhe pjesën e përfaqësimit të gjithë partive politike për të bërë reforma që kërkojnë 84 vota. Sonel, faleminderit shumë që ishe me ne dhe për gjithë analizën sot në studio. Faleminderit. Faleminderit edhe ju për vëmendjen e treguar për gjatë këtyre 3 orëve. Ishte e gjitha për sot. Nesër avazi në orën 6.